Në gazetën Standard botova fal Gëzim Saliut dhe botuesit të saj serioz një artikull. Çokat e qeverisë dhe OIQ-t e paguar keqas. E dini pse? Në Hotel Plaza në orën 10 u mbajt një konferencë sepse policia sipas tyre ishte institucioni më i besuar. E kush i pa ata 1200 të intervistuarit, kur i pyeta kush janë, sa le keni marrë për të mega show, ishte ministri Harito edhe ambasadorja Vlahutin, të cilën më pas e akuzova në Rogner për vjedhjen me lekët e vilës që bleu 1.650.000 euro në Rolling Hills. Dhe më pas, Komisioni Jashtëm Evropian hapi investigimin se kush dukën do miliona, por ajo iku me bish në shalë. Kështu ndodhi pas një ore në Rinas vjedhja spektakolare. Dhe pikërisht në Rinas një vrasje horror. E vetmja kënaqësi që ndjeva ishte a kishte ndonjë turist të huaj të vrarë. Dhe fatmirësisht nuk ishin, se do t'ishim turpëruar si komp. Por Edi Ramës nuk i bën as pak përshtypje. Vazhdon të ligjërojë dhe të triumfojë, ndërsa opozita me gjithë këto zullume, heshtjen e saj olimpike e kanë frikë. Ajo po jep ujë, pikërisht, kësaj qeverie që e konë me ca emërime, me ca tendera, me ca para, duke i mbyllur dosjet dhe duke i lënë aty sa për të thënë, kemi opozit. Fatkesisht po vuajmë si komb. Kjo qeveri kërkon të ndroj kombin, jo të rindërtoj Shqipërinë në emrin e madh të rilindjes